ku po du me dalë. Pyetja është tash, apo duket një moment që mund të ketë diçka pak ky moment tash, të një përcaktimi tillë, të gjetjes së momentit të veçantë, ku s'kemi qarë gjithë bashkë, mandej shohim cila parti është më e fortë, apo hajde ta shohim, të bëjmë diçka një herë, të ikim kësaj, jo të ikim, po ta rregullojmë, do të thonë ti sjellin çështjet ashtu siç duhet, mandej sot dush kthehemi qysh edhe ndodhi për lahemi dhe gjitha tjerat. Mund ta gjesh ndonjë paralele, apo unë kam, apo në inxhinierët s'marrin vesh në politikë? Jo. Është, do të thonë, projekcioni yt është dëshiror, do të thonë çdo kush do të kërkonte, do të përpiqen të gjej përgjigjen, po ta shpjegoj këtë të parën. E para ishte që në atë kohë duhej gjetë një unitet, duhej kriju një formë e cila do t'i jepte shumë më tepër energji, do të eliminonte shpërputhjen publike, krijimin e antagonizmave publik mes njerëzve. Dhe më thonë, në atë kohë ishte unifikimi. Fati i madh ishte që në atë kohë kishte njerëz çfarë janë Ibrahim Rugova, Fehmi Agani, Ali Aliu, dhe më thonë, një gamë njerëzve, Hivziu, Shkezeni, që kishin këtë sens të përgjegjësisë, dhe Lazar Krasniqi, që kishin këtë sens të përgjegjësisë dhe të cilët thanë hajde të ulemi edhe të bashkëpunojmë. E njohim autoritetin e padyshim të Ibrahim Rugovës si njeriu i cili ishte në krye të organizatës më të madhe, identifikohej lëvizja kombëtare me të, por në çështje operative duhej gjithnjë më shumë. Edhe të gjitha vendimet që janë marrë në Këshillin Koordinues të Partive Politike të Kosovës, edhe Këshillin Koordinues të Partive Politike Shqiptare të Jugosllavisë, të ish Jugosllavisë. Në, do të thonë, vendimi strategjik, jetik për shqiptarët, që mos të hyet në luftë të armatosur në vitin 1991, që mos të hapet fronti jugor, ka qenë fryt i këtij debati, ka qenë një debat demokratik. Gjitha vendimet tjera, do të thonë, shpallja, kushtetuta e Kaçanikut, referendumi për pavarësi, gjitha janë marrë aty në Këshill Koordinues, dhe kjo ka lehtësuar punën, sepse kanë qenë njerëz përgjegjës të cilët nuk kanë dalë dhe thonë, nuk kanë rrejt gjyks, unë e bëna këto, unë e shpalla, unë u qova, nuk e keni ndëgju ndonjëherë Ibrahim Rugovën thoshte unë e bëna 2 korrikun, ose unë e bëna kushtetutën, ose ndonjën prej njerëzve të tjerë që kanë marrë pjesë. Ka qenë një bashkëpunim shumë i madh. Tash jemi në një situatë tjetër. Aso kohë kemi qenë situatë kur nuk kanë ekzistuar, do të thonë, nuk kemi pas zgjedhje të lira. Edhe duke mos pas zgjedhje të lira, nuk kemi pas mundësi që të kemi legitimitetin e kemi ndërtu në marrëveshje. Tash kemi të bëjmë me legitimitet elektoral, dhe është krejtësisht e natyrshme që partitë të cilat fitojnë vota përpiqen ta ndërtojnë qeverinë bazë të atij legitimiteti, kushdo që do ta bëjë. Ajo që mungon, mendoj unë, dhe ka munguar, është një debat strategjik për çështje çfarë është kjo. Energjia. Energjetika, do të thonë, pavarësia e këtij vendi varet jashtëzakonisht shumë, por janë vendime strategjike të cilat nuk mund t'i bëjë një qeveri. Duhet t'i bëjë një shoqëri, në një konsultim i cili ka të bëjë me siguri kombëtare. Do të thonë, çështja e energjisë është çështja e sigurisë së këtij vendi, dhe kjo nënkupton jo debat brenda një partie, jo debat brenda një qeverie, brenda një ministrie, kjo nënkupton një debat strategjik mbi ata që do të jenë aktorët politik, ekonomik e tjera të vendit për një periudhë të gjatë. Po flasim për periudhën e pavarësimit energjetik të këtij vendi në 10-15 vitet e ardhshme. Pra, këto 10-15 vitet e ardhshme do të ndrohen. Raportet politike, do të vinë njëna parti në pushtet, do të shkoj tjetër e tjera, por vendimi nuk duhet të ndryshoj. Ky është vendim, është si
kur ta ndërton autostradën, nuk mund të shkosh hajt ta hapi edhe këtu një rrugë, hajt ta hapi edhe atje. Domethënë, duhet marrësh një vendim strategjik I cili pastaj qëndron për një kohë gjatë. Beton, I ndroj syzet, sepse shenova diçka sepse me fjalë tjera deshta mi gjetë fjalë të kyqe dhe secilën fjalë kyqe nga fjalit tuaja kur e shkrova më shkon shumë për shtati ides që tashja kur duhet këto punë me I ba. E kom fjalën për situatën aktuale me këtë them situatë e cila shumë vështirë po gjen zgjidhje. Tha unitet njëna prej saj. Tha energji, kështu në vitin eksakt çka na duhet. Ka eliminim antagonizmave. Kishte njerëz si Rugova, tha. Kjo është vetëm një pikë ku që unë s'mund të atribuoj shumë kollaj, por që ndoshta vetëm një pikë kështu. Kishte koordinim, s'kishte këqyr çka bane unë ti se bane, atë që e tha, edhe mund t'ja bëj një parti, dhe që s'mund t'a bën një parti vetëm, sepse është situata e tillë që kërkon shumë a tepër, e more shembullin e energjetikës. Pak a shumë unë shoh këtu dikun e shoh paralel, këtu dikun e shoh këtë moment, sfidat e këtij momenti. Me fjalë tjera, unë s'pres që unë e ti ta dim apo çoj mesazhe nga ky, por situata pak a shumë më duket për sa I përket një përcaktimi të madh, mos ta thuj një përcaktimi ku jo një njeri, ku shumë njerëz duhet të vinë bashkë dhe gjejnë zgjidhje, duket shumë ngjashme me sfidat e atyre viteve të 90-ta. Po. Aso kohë kjo ishte, domethënë, rrjedha e ndërtimit të një konsenzusi, sepse ky ishte konsenzus. Më thonë, gjitha vendimet që u morën në atë kohë ishin konsenzuale. U ndërtua një konsenzus shoqëror. Problemi këtu është I dyfisht. E mungon konsenzusi shoqëror sepse edhe narracioni I përgjithshëm ka degradu. Më thonë, nëse nisemi prej debateve të përnatshme televizive, vështirë është që të gjesh identifikimin e problemit fillimisht, për çka flitet, e pastaj edhe gjesh një tonalitet I cili është pajtues, I cili. Kush e sjellti konsensusin atëherë? Ke fjalën për popullin, them, qytetarët? Jo, ata ndërtonin konsensusin apo qytetarët ishin të gatshëm sepse ishim në okupim, domethënë ishte qartë që ekzistonte presion prej qytetarëve, thoshte, okay, ju që merreni me çështje publike, ju duhet të mrrini një marrëveshje. Ishte një predispozitë e përgjithshme. Por kishte edhe një debat intelektual në atë kohë. Në ato pak gazeta, në ato pak mundësi që kemi pas, nuk kemi pas televizione tjera, por ka pas një lloj debati mbi projektimin e ardhmërisë. Tash është shpërnda, domethënë ekziston një difuzion mendimesh të cilat as po mrin me u ngjiz si mendime, po janë deklarata të përgjithshme. Dhe problemi tash është se si kjo shoqëri duhet të përmbledh ato çka janë mendime dhe vendime strategjike. Çka janë ato tri gjëra që kjo klasë politike ose kjo shoqëri, cilat janë ato çështje, sepse po jetojmë në momentin më dramatik geopolitik. Atëherë e kishim shumë të qartë. Rënja e murit Berlinit është momenti më dramatik që do ta përjetoj kjo gjenerat. Neve na ndodhi që ta përjetojmë edhe rënjen e murit të Berlinit, edhe tash e kemi këtë, domethënë fundin e paqes amerikane si momentin më dramatik geopolitik të kësaj gjenerate në shekullin 25. S'dim çka do të ndodhë më tutje, por deri më sot, ky është momenti më dramatik geopolitik. Edhe në këto kushte nevojiten ide konsensuale. Ja, mendoj se këtu është ndryshimi atë që unë kërkoja ashtu ta kuptoj më mirë. Nëse dikur ishte presioni qytetarëve
për ata për cilët punonim që ishin pak a shumë unik për zgjidhjen e këtyre problemeve. Tash se kemi një situatë tillë, kemi ndarje si në grupin e intelektualëve për cilët fole, që e kanë rolin e tyre dhe duan të vinë me disa ide unike, të cilët sot edhe mbi këtë mund të themi që pak më vështirë se mund të ndërtojmë.